jashtë vendit. Brenda vendit, po jashtë vendit? Jo, jashtë vendit. Po donë me shku, ku kisha pas qefne me shku për... Nashta në Turqi, nashta... Turqi? Po, në Gërqi, qështu. Qysh keni qëndru me najtë tonë gjithë këto vite bashk? Tash i bëjmë 20, edhe një 1 muaj e diçka. A ki vendos mja bona i dhurat grus? Kësmet. Qka dënë me i plej? Valla, do t'i jetë befasi, do t'jetë. Befasi, ne vës më nga të regana? Valla, nuk më me të regu se atëherë rinë me mend veç të aty të dhurata kështu bile... A t'ka thonë diçka me dije që po ka qef mja blej na i dhurat diçka? Jo, nuk... S'ka thonë, a? Ja, s'ma ka po me dije, po ma pa po me dije dhe nështë ta kësha dhonë gjdo gjatë që mja blej. Se 20 vjetë me jetu me... Na i pushim jashtë vendit. Na i pushim jashtë vendit, po ta lyp, pra. Se s'pi lyp mbrana vendit, po jashtë Jo, vendit. jashtë vendit, kishka pak ma... Ku po dënë me shku, ku kisha pas qefne me shku për... Nashta në Turqi, nashta... Turqi? Po, në Gërqi, qështu, ne kun. A kemi aplusu këtë dëshira jo, 40 vjetë? Po bre, vallaj, nësë është kish me qenë me e vogla. Po, Me e vogla. edhe kështu do shta me dita jeni martu me mësit, a keni gjithë një tjetrin vetë? Vallaj, na për fat e kemi gjithë, për ndryshe koha jeme ka qenë edhe ndoshta edhe me mësit, po na kem pas fat mu... A keni jetu bashkë që shtojnë që kanë jetu krejt me një shpi, vlaznit? Qysh e keni kalu qatë periud? Këto pyte? Qysh e keni kalu? Shumë mirë. Me vjerën a keni pas naj... Jo, s'kom pas heq. E kom respektu të na herët edhe ajo mu. Kështu jem konë shumë të lumëtëm. Nëse ishe bu veç një ditë kryeministër, qëfar ndryshime kishe bu? Kisha po ndryshime bëllë, valla. Qëfar ndryshime? Mas pari, ju kisha këthyje kërkesa të popullit, se janë larg asaj. Ndryshimi i parë. Ndryshimi i dytë, me zbrit me kom në tokë, jo me këshyrë veç për hajnije për punë të këqia. Edhe Me ullë qëmimet. për standard popullit që ata shka janë ma ullt me standard, me menu pak për ta. Pastaj një për prioriteteve që i kisha dhonë shkollimit, sistemit arsimor me në bazë të kërkesave këtu të vendit, pastaj ka plot shëndetësi, ekonomi, këto kishin me qenë elementare, e për këto shka janë ndërkombëtare, këto që janë në raport me ato nuk janë krejt pej nesh. E për këtë dorëheqjen e Kurtit prej postit kryeministri, çfarë mendimi keni? A ka pas një qëllim të caktuar që e ka bëu këtë dorëheqje? Po sipas mendimit tim, ky kushtetuta e rregullon këtë mas miri. Nëse dëshiron kur të bëhet deputet, duhet tipet ndërheqja, pastaj të futet në sistemin e deputetit edhe pastaj të formimit qeverisë, si mas numrave që i kanë. Kjo është krejt normale, po nuk e kanë njetë kur një këta me bo qeveri. Qysh po shihet, s'ka njetë. Se ka njetë. E çfarë mendimi keni për TikTokin që po e përdorin shumë, edhe rinia po edhe mosha madhore pesa? Gjithë çka përdoret në suazat normales nuk është keq. S'është keq, a? Kur të kalohet për suazat normales edhe buk kur të hajsh të bën zarar. Po, valla.